Përshëndetje shikues të Ekran Kosovës. Po takohemi sërish në emisionin Histori e Patreguar. Dhe për sot, tema do të jetë një debat i vazhdueshëm në historiografi, procesi i islamizimit të shqiptarëve. Në çfarë rrethana historike u krye proces? Cilat ishin pasojat apo rezultatet e atij procesit? Pse vetëm shqiptarët dhe bosnjakët nga shumë popujt e perandorisë në Ballkan e pranuan këtë proces masiv të islamizimit? Për gjitha këto, do diskutojmë me një mysafir të cilin e zbulojmë vetëm pas sigles së emisionit. Rikthehemi pra shikues të dashur, e tani mysafiri me mua që është në studio është Izet Miftari. Izet, fillimisht faleminderit që ke gjetë kohë për me u bashkangjitur këtë emisioni dhe me diskutuar mbi këtë temë që është mjaft komplekse. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën, kënaqësia ime që të jem mysafiri juaj dhe i televizionit Ekran Kosova të diskutojmë për një temë që tashmë shumë dekada ka shumë mendime, diskutime, teza, teori, se si dhe si qysh është përhap kë besim fetar të shqiptarë. E vërtetë është që kështu, në historiografinë moderne, po i themi pas viteve 90-ta, kur janë shkarmoqe të bloqe komuniste e historia interpretuar sipas asaj ideologjie, ka një këndvështrim ma ekstrem se sa i komunizmit. Komunizmi më trajtue thjesht bardhëzi në historiografinë shqiptare çështja e islamit. Një proces i pranuar në sajet e një dhune që e ka përdor administrata osmane në trevat shqiptare. Ndërkohë, pas viteve 90-ta e kemi një situatë këtë tjetër, kalon nga i ekstrem i interpretimit që për mua vazhdon me qenë ekstrem, tek ekstremi tjetër ku ka një tezë, të cilët thuhet që e kanë marrë me dëshirë si rezultati i asaj që shqiptarët e kuptuan që Islami është feja më e mirë. Në këndvështrimin tonë, sa qëndrojnë edhe a ka vend për dy teza kaq ekstreme me një debat kaq kompleks, sepse këto përveç tjerash janë të thjeshta shumë si teza. Nuk ka diskutim më zërën që procesi i islamizimit të shqiptarët fillon me ardhjen e Osmanlive. Edhe këtu, sidomos pas viteve 90, si që diskutuan edhe si i ri edhe si student, janë shfaqur rryma ndryshme, pushtues, çlirues, administrues në rastin e perandorisë osmane. Unë jam merr me këtë problematikë sidomos me çështjen e vilajetit Kosovës, po pastaj historia nuk mund të jetë e shkputur, sepse është një proces zinxhiror. Padyshim. Deri në shekullin 19 ka shumë faktorë. Është faktori imponues psikologjik i rrethanave të kohës, domethënë një perandori. Po është një pyetje shumë e madhe që e thatë edhe në hyrje se pse vetëm shqiptarët dhe bosnjakët? Pikërisht. Sepse perandoria osmane në Ballkan në Shtrinë, Bullgarinë, Greqinë, Serbinë, në Rumani, Malzi, deri në pjesët e Kroacisë, do shta edhe deri në Poloni. Prandaj pse vetëm shqiptarët në këtë rast dhe bosnjakët? Vlerësohet që bosnjakët kanë qenë bogumil para se të vinë Osmanlit. Domthonë disa studiues për shikuesit, bogomilizmi është sekt heretik, pra që ka kundërshtuar linjën zyrtare tek katolicizmi, ma saktësisht kundër Vatikanit që e ka interpretuar Biblën. Është me origjinë slave që bogomil do thotë të dashurit e Zotit, në kuptimin e gjuhës shqipe. Dhe ata vlerësojnë disa studiues që për me kundërshtu se kur kanë ardhur të pjesë slave, ata nuk kanë dashur të asimilohen edhe në aspektin fetar, sepse gjuhën e kanë marrë gjuhën slave, edhe disa vlerësojnë që bosnjakët janë një vazhdimsi i lire, prandaj edhe kanë pranuar fenë bogumile si kundër përgjigje ndaj besimit ortodoks apo krishterë. Dhe kjo është një shpjegim te bosnjakët. Mirpo që për mendimin tim nuk qëndron. Unë tash po e dham mendime të ndryshme. Qartë, po kuptoj, si bëjmë një klasimet e mendimeve. Mirpo te shqiptarët është edhe taksa gjizja që është diskutuar shumë sidomos në historiografinë komuniste, sepse vlerësohet që taksa ka shkuar duke u rritur. Për shikuesit e juaj, gjizja ka qenë një takë që ka paguar meshkujt e moshës së rritur, që kanë qenë krishterë, por që nuk kanë pranuar fenë. Nuk ka vlerë, por muslimanët. Por në të njëjtën kohë edhe muslimanët kur e kanë pranuar besimin islam, kanë hyrë në obligime tjera, në obligimin e zeqatit që kanë qenë besimin islam, në obligimin meshkushtar, në obligimin. Prandaj disa konsiderojnë që edhe këta që kanë kaluar besimin islam kanë marrë obligime të reja. Prandaj vlerësoj sepse ne duhet jemi real, besimi islam te shqiptarët ka filluar në fillim në për qytetet për hapet. Patjetër, zonat urbane, edhe me të madhe, në fillim ka pasur rezistencë, betejë e Kosovës,
Unë vlerësoj që betejë e Kosovës ka pas karakter fetar ndërmes krishterëve dhe muslimanëve, taborit Perëndërisë Osmane dhe taborit të lehtë ballkanik. Sepse në shekullin 14 nuk kemi kombe të konsoliduara në kuptimin e kemi fare. Nuk kemi kombe, edhe prandaj ka pasur karakter fetar. Dhe vlerësohet që domethënë kjo betejë unë e shoh një betejë domethënë fetare që kanë dalë fitues Osmanli. Dhe është interesant se po bëjmë digresione si ka mundësi në një betejë të vriten dy komandanta. Edhe Sultan Barati, edhe Tsar Lazari. Kjo është diskutabile. Ka mendime që ka pas një konspiracion të brendshëm mes Sultan Pajazitit edhe Vuk Brankovićit. Sepse këta pas vdekjes ose vrasjes së Sultan Baratit dhe Tsar Lazarit dolën në skenë. Po kjo është tim tjetër. Prandaj, le të përpiqemi me analizu kontekstin e kohës. Koha kur shqiptarët fillojnë e përqafojnë, rrjedhimisht musliman bëhen dominancë karshit krishterëve, kur them krishterë në kuptoj ortodoks edhe katolik, në varësisht nga pozicioni gjeografik, është fundi i shekullit 16, fillimi i 17-s. Pse? Një nga tezat që mu personalisht më ka bindë është kjo. Mos të harrojmë, kryengritja e Skënderbejut edhe një varg kryengritje pas vdekjes së tij kanë qenë pengesë për sultanin me shtrirë një autoritet administrativ të paktën këto të riva. Rrjedhimisht, ai ka pa krishterizmin katolik, sidomos katolik, si një linje, si një vijë shpirtërore që e ka lidhur me perëndimin. Përmes këtij afiniteti shpirtëror, që është katolicizmi, papa ka nxit her pas here kryengritje. Për me prej këtë linjë, këtë afinitet shpirtëror me perëndimin, o dashmi konvertuar në musliman. Dhe këtu unë besoj o përdor edhe dhuna, edhe teu i shpatës. Problematika e Skënderbeut është se Sultan Mehmeti I, dy vërtet, dhe Skënderbeu kanë qenë pak a shumë një gjenerat. Edhe ata janë shkolluar në drejnë, sepse ne e dim që Skënderbeu... Kanë sunduar me një epokë, Jo, kanë qenë. Tash problematika më vonë është vlerësuar prej sultanëve Osman që Skënderbeu ka qenë pengesa kryesore me depërtu në Itali dhe me marrë. Se qëllimi i Sultan Mehmetit II ka qenë pasmarrja së Konstantinopoljes, me marrë edhe Romën. Si që ka shëndruar kishën e Shën Sofis në xhami Aja Sofia, edhe kishën e Shën Pjetrit në Romë me shëndru në xhami, dhe kështu pak a shumë me bani perandëri Roma këtë kontekstin e besimit islam. Te shqiptarët, unë vlerësoj që është, dhe me thanë, ka indikacione që përdorë dhuna, ka indikacione që është pranuar edhe me dëshirë, për shkak se një pjesë ka të pasur dëshirë të bëjnë jetë karrierë politike. Edhe në shtetin Osmanli nuk e mundur të merresh poste politike, deri edhe vezir, pa qenë përkatësisë fetare islame. Disa lidhen edhe me çështjen e ortodoksisë, për shkak se ortodoksia, si më thonë, ka njohur veç komunitetin grek, serb, malazez dhe bullgar. Nuk e ka njohur komunitetin shqiptar. Dhe disa vlerësojnë që me ik kësaj, për shembull, atëherë është pranuar besimi islam. Sepse këtu Azram është edhe... kanë përdorur shqiptar si mekanizëm mbrojtës? S'mund, sepse tash Alban dhe Arbër deri shekullit 17 përdoret kryesisht për shqiptarët katolik dhe ortodoks. Veç nëse themi kështu. Kur dominon feja islame, fillon ta quajnë vetvete shqiptar, që domethënë pavarësisht se kemi kaluar në islam, ne jemi vëllezër në aspektin e religjisë. Unë e pranoj tezën që ka raste ose shumë raste që shqiptarët e kanë pranuar me dëshirë islamin. Për shkak të mjushmang do, si më thonë, barrierave administrative, lehtësirave financiare që kanë qenë për muslimanët të sankcionuar edhe me kanone otomane. Por nëse themi që islamin e kemi përqafuar për me përdorur si mekanizëm mbrojtës ndaj asimilimit slav, kjo nuk qëndron. Se këtë kemi kuptuar, këtë kemi kuptuar që paraprakisht pas ka ekzistuar një vedije kombëtare këtu. E nëse ne kemi pas atë vedije që ka na odosh islami më mbrojt nga slavizmi, edhe ortodokse shqiptar jam shumë komod. Pra kjo ka një problem kjo tezë. Azram, për shembull, ne 3 djemtë e Lek Dugagjinit. Se Lek Dugagjini ka qenë kundërshari i Skënderbeut deri në vitin 1462. Gati deri në vdekje. Deri në vdekje. Domethënë 3 djemtë e Lek Dugagjinit që dihen me emra, po me emrat krishterë nuk e di mende, Ahmeti, Mehmeti dhe Mahmuti e kanë pranuar fenë islame. Edhe bile vlerësohet që ka qenë kundërshtar edhe të babes vet. Edhe këta kanë marrë poste shumë larta në shtetin Osman. Ahmet Pash Dugagjini, është interesant që ka ndrujt bjabrin Dugagjini, ka qenë kryeministër në kohën e Perëndërisë Osmane. Mehmet Pash Dugagjini ka qenë pushtuesi i Smederevës.
në vitin 1459. Ndërka që Mahmud Azugagjini është themeluesi i dinastisë Mahmud Begolajve. Nga pasaj më vonë dalin familja Begolajve që janë sot në Bej. Prandaj, problematika është se nuk mund të merret a priori që vetëm me forcë, s'ka diskutim që imponimi, rrethona psikologjike, dëshira për pushtet, që thash edhe një fenomen që ka qenë, domethënë, ndoshta mos më identifiku shumë me ortodoksinë slave, por ka raste që pas vitit 1683. Kjo nuk qëndron, sepse nëse ne e kemi marrë me vetdijet plot islamin, mos më identifikua me ortodoksinë slave. Pse na u desh islami? Na pas kemi pas qartë duke qenë ortodoks që jemi ndryshëm prej slavëve. Atë çka duhet islami si mekanizëm mbrojtje. Shkak se duhet jemi korrekt. Atë manifestojmë duhet jemi korrekt për kohën. Ortodoksia Azran në këtë kohë është identifikuar me komunitetet jo albane, arborore, slave, kryesisht edhe greke. Nuk po e them kuptimin që vetëm me dëshirë, po ka shumë faktorë. Domethënë dëshira për pushtet, dëshira për kriza në për cilën ka kalu krishterimin ku për shkak të reformacionit kishtar që ka ndodhur perëndim, për shkak të gjendja së rënd kishtarën të rrivat shqiptare që ka qenë, për shkak se në këtë kohë përhap edhe shumë edhe tarikati, bektashizmi, edhe elementet e se ka shumë shqiptarë që në fillim ka pranu bektashizmin, domethënë të llojit të shiizmit, prandaj nuk mund të themi a priori që vetëm dhuna është përdorur në pranimin e besimit islam. Ka indikacion janë faktorëve që janë ekonomik, social e politik, kulturor, gjitha këto. Por, unë që e kom të papranueshme tezën, është kjo, që islamin e morëm me dëshirë, sepse e kuptuam që është feja më mirë. Nuk qëndron kjo me në kuptimin ex officio, domethënë pjesa më e mirë analfabet, por me kuptuar një religion, një ideologji këtë transfetare, që është më e mira, duhet me ditë me lexue. E ne s'kemi ditë. Pjesa më e mirë kanë qenë analfabet. Kjo tezë është mirë me ra, ose mos më përdor se s'ka dhe logjik. Azran pe kuptoj, për unë ashtë sa jo merë me këtë problematikë. Nuk është që s'ka pas edhe vedije, sepse ne duhet jemi, për shembull kthehemi në kohën e Skënderbeut. Gjithë princat u bën bashkë. Nuk është që s'ka pas vedije kombëtare. Në patronazhin e Venedikut. Po nuk është që nuk ka pas. Ne po e themi që është 400 vjet, 500 vjet, po nuk është që njerëzit s'kan pas vedije. Është që kanë pas. Nuk është që njerëzit në atë kohë ka qenë krejt pa ka qenë dominante feja, që se si. Ose qelësi kryesor, sepse shteti Osman ka qenë rregulluar përmes sistemit mileteve. Mileti islam, mileti krishter, ortodoks këtë rast dhe mileti hebrejve. Prandaj nuk ka qenë kombi kuptimin e shekullit 19 dhe 20 tek shqiptarët dhe popullit ballkanik. Por unë vlerësoj se elementi islam, tash edhe nëse u pranu me forcë shumicën e rasteve, prandaj me kalimin e kohës është bë pjesë e jetës. Kjo tem tjetër, që pajtona, u ime ra dakord deri dikun. Sepse te shqiptarët qëndron një tolerancë shumë interesante bashkëjetesë fetare. Për këtë edhe janë pasionuar edhe udhëtarët, vizitorët e jashtëm që ka qenë në trojët shqiptare. Për shembull Hop House, kur ka vizituar edhe Lordi Bajran në vitin 1809, thot kur I pyeta shqiptarët çka jeni ju, me thanë njëherë jemi shqiptarë, tani me thanë për karsim fetare. Kjo është shumë vonë, është në epokën e nacionalizmove. Po e them që me gjithë pranu islami, dominon mbi ato fetarë. Ja po flasim për shekull 16-17. Me gjithë atë këta janë vazhdimësia atyre që e kanë pranu besimin islam. Domethënë me gjithë atë kanë rujt, si më thënë memorin e tyre që e kanë pranu një besim, po te vëllezërit e tyre që se kanë pranu besimin fetar, ortodoks ose katolik, kanë rujtur disa elemente, domethënë nuk kanë dashur të identifikohen aspektin fetar, po më shumë në aspektin e origjinës së përbashkët gjakut, që ka qenë shqiptar, sepse jo rastisht, domethënë në aspektin biologjik, sepse tash këto studimet të reja që bëhen përmes ADN-s po vërtetojnë që nuk ka pas turq në aspektin biologjik në Kosovë, shumë pak, dy familje janë. Ma ke hap një debat tjetër për një emision tjetër, vazhdojmë pak. Edhe pastaj problematika është, për shembull, historiografia serbe. Te problemi islam thot që shqiptarët e Kosovës, nuk po e them gjithë, po një pjesë e madhe e studiuesve serb, janë serb të islamizuar, pastaj të shqiptarizuar. Që është domethënë edhe ata kanë ngritur një vendim një tezë që gjithmonë me pas Noel Malcolm. Një historian që besoj është serios.
shumë serios. A qëndron teza e Mallkomit kjo tem tjetër, se nuk duhet më u bind autoritetit, po ai e thotë që Krajina e Lumës, pa përjashtim, janë serb të shqiptarizuar përmes islamit. Po përballë atij argumentit të Mallkomit është një argument tjetër, ku zona e Gorës është shumë afër gjeografikisht, janë gjithë të islamizuar, po asnjëri s'o bë shqiptar deri më sot e kësaj dite. Pra argumenti e rrezon argumentin. Pra kjo mbetet tezë për mu ballafaque. Unë e besoj që ka pas edhe serb të islamizuar, pastaj janë shqiptarizuar. Po këto janë raste shumë të rralla, edhe shumë sporadike. Ka raste shosh edhe e kundërta. Prandaj këtu, kur flasim nga kësi lëvizje, që ortodoksia në proces i ka bos slav shumë shqiptar, rrjedhimisht islami në proces i ka bos shqiptar shumë serb ose slav, kjo tregon që s'ka pas vedije kombëtare fare. Vedija kombëtare është e vonë. Unë e refuzoj kategorikisht ligjerimin primordialist në histori. E kuptoj. Mirë, po është e vërtetuar që një pjesë ju e vogël e ortodoksëve në Kosovë kanë kaluar në skizm, që ne i thojmë jo rasisht në termen pejorativ shkija apo serb. Sepse unë kur përgatitja temën e doktoratës, kam hasur dokumente në arkivin e Tiranës, për shembull për një familje ortodokse në Vushtre, Dan Qetović, që tash ata janë serb. Mirë, po në vitin 1903 dokument që thotë Cvetko Fortunić, familje, dhe me thanë, që jeton në Vushtre, nga familja Dan Qetović, që janë original shqiptar ortodoks. Më vonë këta janë slavizuar dhe më ka interesuar me këtë familje, një familjari tyne, pas vitit 1945, ka qenë shefi katedrës së gjuhës shqipe në Beograd. Që do me thanë, se ortodoksët në pjesën më të madhe në Kosovë, sepse shtuhet pyetja azren, ku janë ortodoksët, shqiptarët ortodoks Kosovës? Pse s'ka shqiptar ortodoks Kosovë, po ka vetëm shqiptar musliman dhe shqiptar katolik. Ka shumë pak, më që mos harrojmë. Unë e besoj që një pjesë ortodoksë janë konvertuar në musliman. Sepse raporti me ortodoksëve dhe muslimanëve ka qenë po pse janë shndruar? Mos ta ignorojmë një fakt, faktorin politik otoman. Prandoria osmane se ka pas asnjë problem me ortodoksinë. Përkundrazi e ka lejue lirë e ka ripërtri patrikonën e qendrës së ortodoksisë në Stamboll, në Konstantinopol, apo pastaj oha patrikana e Epejës si qendër e serbëve e shumë të tjera. Problemin që ka pas prandoria osmane kanë qenë me katolikët. Dhe unë gjykoj, zona katolike shqiptare janë nënshtruar një represionit vazhdueshëm. Për këto është edhe nivellimi tërë latinisht që për fatkeq nuk ka një sipërmarrje me i botue, Illyricum Sacrum. Aty flitet për kokat për piramida me koka njerëzish. Taksat ndaj të krishterëve, sidomos katolik, janë rritur posaçërisht, se kjo ka ndikuar kur ka dështuar shteti Osman, Perëndoria Osmane, ta marrë Vjenën në vitin 1683, atëherë ka qenë represioni shumë i madh ndaj konfesionit katolik, edhe ortodoks, por katolik më shumë. Edhe pastaj janë rritur shumë tatimet e gjizjes, janë rritur shumë presionet psiqike, edhe mund të themi edhe dhuna që nuk është a priori që është përdorur, por është përdorur, prandaj pas rrëthimit dhe dështimit Vjenës fillojnë me të madhe. Se unë për shembull kam biseduar me shumë familjar. Këtë që ka mbajnë men trungun familjar është 5-6 gjenerata. Gjithë në përfshatra. Në mund që i bie që në janë muslimana katolikë. Ata emra deri i fundit musliman. Në emra krishterë nuk i mbajnë. Unë i kom familjen teme. Po flasën Teti më del Mark. Në më dhënë që në përfshatra, procesi islamizimit ka kaluar më vonë. Dikun dhe ka përfunduar dikun kohën e lidhjes Prizrenit. Dhe unë vlerësoj, duke më dashur ta bëjmë, se ne diskutuam edhe më herët, jo gjithçka e zezë, sepse ne kemi jetuar në Perëndirinë Osmane 500 vjet. Dhe jo shumë herë kemi edhe pasur edhe bashkëpunime, por unë vlerësoj që ajo ka qenë pushtuese edhe procesi i islamizimit ka qenë proces që ka ndikuar në shumë faktorë. Faktori ekonomik, faktori social, faktori psikologjik, faktori kulturor, po unë vlerësoj që edhe faktori identitar, sepse nuk pajtoj azran me mendimin që në atë kohë kanë qenë shumë padijshëm njerëz në kuptimin e vedjes kombëtare. Ka pasur njerëz, nuk ka që s'ka pasur. Vedje kombëtare shëtën 15-16. Se na i mësoj për shembull Bogdanin, Budin, Buzukun si rilindja e parë. E ata lidhje me rilindjes kanë pas. Ata kanë shërbim të një propagandë të Vatikanit. Vatikan, po, që kanë përfshirë mesharin. Me i don procesit të islamizimit që jemi to e folë sot,
edhe eventualisht nëse fillon më përrap protestantizmi i Luterit në Ballkan. E na këta ju mësojmë si rilindje kombëtare, si njerëz me vetdije kombëtare, efekti edhe ka qenë kombëtar, por motivi edhe si renesansa ka qenë krejt fetare. Po, megjithatë, tash po edhe nga tjetër, edhe kemi edhe shumë shkrime poet që ka shkruar për shembull me këtë Bejtegjinjët, ka poezi me gjerma arabe që janë shkruar në gjuhën shqipe. Sepse mrekullia më e madhe ka ndodhur. Nuk i njohim fare këta. Mrekullia sepse ne në këtë kohë kemi një standard përdorimit gjuhës të alfabetit deri në Kongresin e Manastirit. Bile dhe aty ka pas problematika që u zhvendos gjuhë. Prandaj këtu po e them që vedia ka qenë, sepse ti nëse e merr për shembull personalitetin e Ismail Qemailit, 40 vjetë që ka qenë shërbim për Andrej Sosmani. Po jo, që fakt, mos i ngatrojmë shekullin 19 edhe para. Ajo epoka e nacionalizmave, modeli francez dhe gjerman i kombit kanë depërtuar edhe brenda atyre popullit prandorisë otomane. Ne po flasim për një kohë kur feja ka qenë identiteti sipror i njerëzve. Atë kohë ka ndodhur një proces radikal i islamizimit shqiptarëve, me shumicë nga minorancë në raste sporadike, në shekullin 17 në fund, bën dominancë muslime. 70-80%. Edhe kjo për arsye historike, që po mundona me trajtuar sot. Mes tjera, për shembull, një tezë që mund bind edhe që e kanë shtruar historian serios është mungesa e një kishe kombëtare. Ne kemi pas një kishë pavarur. Çfarë kanë pas serbët? Për shembull, kleri katolik i jon ka qenë influencën ose liturgjisë greke në jug para ardhes otomanëve, ose slave, ose latine ku ka pas kisha katolike. Që i vjen. Kjo, Azran, është problematika që ne specifikohemi dhe ndoshta edhe udhëtarët që kanë vizituar në përtojë shqiptare ju ka lënë shumë për shtypje. Mungesa e një kishe, sepse për këtë kombi shqiptar nuk mund të kërkohet përmes fesë. Kombi shqiptar mund të kërkohet përmes historisë, gjuhës, traditës, kulturës. Si për shembull kur u pranu besimi islam, ka vazhduar ende te shqiptarët musliman të zbatohet kanuni lekës, deri vonë që ka pas elemente krishtere. Kjo tregon që se kemi marrë islamin kursi për mbajtje, vetë si etiketë. Edhe kjo argument edhe si përfitim, edhe si shpëtim nga taksat. Por mi shpëtu të taksave, por me qa për para në karierë individ caktuar, që i bjen, në asnjë variant nuk e kemi pëlqyer. Ose ajo, vinte teza, që e shtrojnë bizantonistë ndryshëm, si Henri Gregoire ose Hélène Hervallen, që asojnë ka arsi një keq kuptim historik, me idenë që është një sekt i moderum i krishterizmit. E kanë përqafu islamin, këtë tezë edhe kadarejat e mosmarrëveshja, madje edhe një historian serios, si është Dhimit e Shuteriqi. E unë kësa i besoj. Mos njohja nda islamit, i ka shtyr shqiptar në përqafim të islamit. Tash problematika, sepse ne e thash më herët, ne pavarësisht se për e shtjellojmë problematikë, nuk mundemi me dhamë pikë që tabori që është pranu besimi islam me forcë, edhe tabori tjetër që është pranu me dëshirë. Ne duhet jemi real se janë element të ndryshëm që kanë ndikuar në pranimin e procesit islam. Vetë fakti që kur është pranu besimi islam, ka fillu të përdoret dhe termi shqiptar, tregon Azran që ka qenë një vedije. Ka qenë një vedije dhe këta që kanë pranu besimin islam që ne jemi... Jo, kjo tregon që na ka transformuar me një dimenzion të ri kulturor. Se përqafimi islamit e kanë rrua dhe një emon pak ma të vjetër, që e ke pas tradicional pak... Albanos e Arbër. Po pra, që tregon e të ka kepsuar metamorfosë kulturore. E kjo s'është gjë e mirë. Çështje tjetër. Megjithatë unë po mundohem me mbrojtë që jo nuk mund të themi që edhe në atë kohë njerëzit ka qenë pa vetdijen, kuptimin, është e kuptueshme që niveli ka qenë shumë i ulët, por pse ndodhi që ne të quhemi tash kur pranohet nga paraardhësit tanë, ne që jemi tash besimit islam, duke i respektuar ata që se kanë pranuar besimit katolik, bashkërisht pranojnë të quhen shqiptar. Kjo tregon një vedije që pavarësisht ne kemi kaluar në islam, qoftë me dëshirë, qoftë me forcë, origjina jonë është e përbashkët. Se sot e kemi këtë tolerancë, është edhe produkti rilindjes, se është konstrukti që ndërtuar prej rilindasve. Po nëse nuk ekziston edhe të populli, nuk do të mund të ndërtonin edhe rilindasve. Po s'ka ekzistuar të populli, fakti që në rilindje kemi alarm prej rilindasve, që nëse nuk vendosim me ndërtuar një konstrukt, një projekt shqiptarizmos mbi fejet, po rrezikojmë që muslimanët me na u bë turq, ortodoks me na u bë grek ose slav në veri,
ose katolik latin, të regon që ta e kanë pa një rrezik në teren. Ikoni bumbur brenda asi mbështjellëti fetar. Pa e ditë fare çfarë identiteti është një rast konkret, për shembull në Malsinë e Shkodrës, po e ndërlidhim me të që ka pas një vedije, pavarësisht dallimeve fetare. Katolikët e Shkrelit, në Malsia Shkodrës, në fund shekullit në 19, vendosin me ndërtu një kishë. Por nuk mund të pajtohen lokacionin, ku a besojnë shqiptarëve musliman. Këtë për e du me e thanë që pavarësisht se kemi ndru identitete, sepse në fundit ne kemi kalu edhe për i paganë në krishterë, edhe për i krishterë në islam. Edhe dikti i Milanit, kër është vendosë për Kristalinit madhë, nuk është e dikt që i ka detyru njerëzit me qenë krishterë, u e kalon vetëm besim të lirë. Kështu që më vonë pasaj bëhet fe zyrtare për ndërris bizantine, krishterimi, që pasaj ndatë. Vlerësoj që krahas presionit psigjik, në rastet caktuar edhe dhunës, taksave të mëdha në përhapjen e fesë islame ka pasur edhe elemente që kanë shikuar interesin social, interesin e karrierës politike, se jo rastisht mbi 30, pavarësisht se ne e dimi që ata kanë qenë shërbim për Andrisë Osmani, po jo pak 30 e sa kryeministra kanë qenë me origjinë shqiptare. Ata kanë qenë për Andrisë Osmani. E kjo dëshmon një fakt që këta kanë shfrytzuar besimin islam për të marrë karrierë dhe për të zhvilluar karrierë politike për Andrisë Osmani. Dhe unë si thirrjen këta si një profesionist i fushës, unë vlerësoj që këto të shekullit 21 që po ballafaqohemi tash me problematika, ne duhet të marrim këto elemente që bashkëtesa, toleranca dhe mirëkuptimi mes besimeve fetare shqiptare duhet vazhdoj. Sepse kombi shqiptar nuk është ndërtu sikur se kombi serb apo malazez në botkuptimin fetar ortodoks. Sepse nuk mund të jesh serb, po themi atyre pa qenë ortodoks, ose s'mund të jesh spanjoll pa qenë katolik. Po mund të jesh shqiptar, të jesh protestant, katolik, musliman, ortodoks. Kjo veçan, kjo dallën, dhe kjo i ka bërë shumë vizitor Hanin, Hausin, Lord Byronin, që kur kanë diskutuar, i ka fasionu kjo, sepse... Kur jemi të Georg von Hani, aja thot një sënd shumë drejt me menimin tem, edhe e studiu me mirë, edhe logjiku me drejt. Po të mos kishen reforma të tanzimatit, ku të gjitha përkatësit fetare barazohen para ligjit, nuk ka më të diskriminuar, të favorizuar deri në tanzimat, nuk kishmet kokë katolikun në Shqipëri. Gjithë ishim më musliman për shkak kjo ndodhë në krizën të cilën po kalon te Perëndoria. Pra pas ka pas një presion të vazhdueshëm të Perëndorisë, ka shi çdo komuniteti që ka diskutim se thashën në fillim Perëndoria Osmane nuk do t'ia falë kur gjatë rezistencën e Skënderbeut, herojit tonë kombëtar. Pavarësisht, ai ishte personi që e ndaloi depërtimin e Sultan Mehmetit II me shku në Rom dhe në Vjenë. Prandaj ata nuk do t'ia falin, themi kuptimi kur edhe gjithsesi kjo ka ndikuar që të rritën taksat, bëhet presioni psigjik. Pastaj edhe në raste caktuar njerëzit, sepse asnjë duhet jemi real, elita në fillim ka kaluar në islam. Elita, familjet e pasura, baba i Skënderbeut, vetë Skënderbeut, vëllai i Skënderbeut. Elitat e këtu du në mënal pak. Elitat e reja. Elitat e vjetra që kanë qenë para pushtimit osman. Pjesa më e mirë ka emigruar në Itali. Elitat që ka kriju Perëndoria Osmane, që i vjen shërbetor të Perëndorisë. Po në këtë rast janë... Që unë s'kam fort respekt për ta. Po e kuptoj mirë, po disa janë që kanë krijuar, sepse fundit edhe elita e Skënderbeut është e krijuar para se me ardhë Perëndoria Osmane të shqiptare, edhe Dugagjinasit. Sepse Dugagjinasit janë familje shumë e njohur, edhe ata tash domethënë pranojnë besimin islam që përtecova më herët 3 djemt e lek Dugagjini 3. Pastaj Muzakajt, pastaj janë familje që kanë kaluar, edhe tash vetë kur njerëzit shohin që elita, po themi kushtimisht, familjet pasura që kanë pranuar një besim islam, një besim të ri, atëra ajo kanë ndikuar edhe te masa dhe gjëra popullore. Pse këta po e ne ju? Jemi ka e mohojmë që për arsye këtë ngushta familjare e individuale, për lehtësinat ndryshme. Po kjo prap demonstron jo tolerancë të Perëndorisë karshi besimeve tjera. Pse do të më qenë, Ben Blushe ka një libër të mirë, një shkrimtar i Shqipërisë, të jetosh në ishull. Edhe e nis librin pikërisht me këto, del katolik thehet Ismail të shtëpia, se copa mishit ma lirë për muslimanin se për katolikun. Pra jemi gjithsesi të fol, por një Perëndori intolerante karshi besimeve tjera. Është rasti për shembull te kriptokatolikët apo laramanët, sepse ne kemi rast konkret Idris Seferin.
Jo dëshmon se kemi marrë me qef islamin. Dhe me thanë, Se i pari jo bo musliman me fshe grigjën e vetë brenda katolike për mi u shmang të atimeve e presionit. Rasti Stublës, kër i kanë dërguar. Pikrish kriptokrishterizmi, ose laramania fetari që themi ne, dëshmon argument shtes që këtu islami së pranu me qef fare, jo dhe më zë me shpat, e preashem pak e raste, por shumica e kret asaj trajektori ka qenë presion i vazhdueshëm, ekonomik, politik. Po, me qenë se ti bashkarisht të në që jemi fushës historisë, po pse vetëm të shqiptarët dhe të bosnjakët? Sepse thash, nuk e kemi pas një kish kombëtare për me mësue liturgjin në gjuhën Shqipe, e kjo faj jonë. Unë nuk po thonë që e këtë faj këti prandorisë, edhe e dyta thash, unë e pajtora edhe me Shuteriqin, edhe me Anëri Greguarin, që është këtë kuptim historik, këto të reva kanë lëviz shumë sekte heretike, Bogomil, Borgjes, Alvigjen, Katar. Prak, islami o pa si një sekt i moderum i krishterizmit. Kër e kemi përqafu, pasaj mbrapa, e kemi pa që s'kemi të bëjmë atë punë hiq. është një fej këtë tjetër. Pra është këtë kuptim. E kemi marrë si pasoj e mosdijos. E jo si pasoj e dijos, që është kemi qef sot me shtruhe infrastrukturën e një adhurimi pak kushe në Turqisë, që për mu është problem. Këtu këtë përdorët historia. Problematika e sotshme me të shekull 15-16 dallon, sepse edhe problematika e qytetjes perandorisë s'mon e perandori turke o gabim. Sepse kombi turk është krijuar në kohën e Kemal Atatürkut, kombi serb është ndërtuar në kohën e Bukaragjiqit. Unë vlerësoj, ka mendime që disa hedhin teza që kombi, po themin në kuptimin ndoshta të përgjithësuar fjalës, që shqiptarët si element konstitutiv kombëtar mund të jenë te betejë e Kosovës. Sepse Skënderbeu... Se jemi këtë në fund të emisionit. Këto teza janë jo serioze, dhe me të avolinë serioze që fare kemi nërë si gjithashtë me zonë vend. Betejë e Kosovës e ki fjallën për të parën. Kjo është kotë ma betë. Azran, kur erdhi Skënderbeu, mendimi ti, liri nuk jo fësula. Ato janë shpiket Barletit, që i ka vjedh nga Plutar, ku prej për në një... Megjithatë, nuk mund të arsëtohet një luftë, një rezistencë edhe pa pas një vedije. Pa pas edhe një qëllim. Kristiane edhe princore. Duhet jemi real. Është qytetërimi kohës e shekullit 15 që ne jemi identifikuar në rezistencë të vedijes përmes krishterimit. Që ndoshta më vonë... Se jemi bo kom shqiptar pëse kemi një klinë Skënderbejut. Ne ka bo kom shqiptar simbolika e asaj lufte. A i s'ka pas vedijen. Së konë Skënderbeju shqiptar sa jeti e unë sot. Kuptimin e vedijës. Por jemi këtë në fund që më konë ma edhe precis me kohë, ma ekonomik. Në gjykimin tonë, me pak fjalë, procesi islamizimit, pavarësisht mënyrave të shërbon që i diskutuam bashkë, s'ra unë dakord hiq, kjo është e bukur e historisë, ma mira ma ketë për shqiptarët në fund. Unë vlerësoj që procesi islamizimit, shikuan në kontekstin e përgjithshëm, ka anët negative, por mund t'jenë, sepse është çështje, unë Azran bëj pjesë në atë grupin e njerëzve që nuk dua fejnë të shëndrojnë në mision. Njeri unë duhet të pranojmë ashtu se e ndin veten. Nëse ai e ndin veten se besimi islam është me i mirë, pa dashur me shëndru në mision që e imi është me e mirë se juja, në regull. Në momentet që shëndrohet në mision, ja valla feja islame është me e mirë se krishterimi, për mu është e papranueshme. A në ka bo mirë në proces historik, a në ka bo keq islami? Ne unë vlerësoj që në kalon brapa në procesin e integrimeve kulturore, sepse ne i takojmë shtetërimit perëndimor, i takojmë Evropës. Unë vlerësoj që procesi islamizimit ka stagnu në zhvillimin ekonomik, në hapjen e shkollave gjuhëshqipe. Se fundit krijimi i shtetit shqiptar është një përpjekje intransigjente e Austro-Hungarisë që ka qenë shtet katolik edhe që është krijuar një shtet me dominim fetar islam. Domethënë, ne edhe në këtë rast dëshmoj që pavarësisht se kemi pranuar një besim islam, të ne rujt asë një vedije kombëtare. Kemi pranu një prins krishter. Jo, s'kemi pas qarë aty beso se kemi pranu ishë. Pe e kuptoj. Ngritja një qamilit shkon deri në ato dimenzionet përverse që dojnë me bon synet princin. E kuptoj këtë, po me gjithat e ka ardhë, kriju një qeveri me një kombënim fetar katolik, ortodoks, musliman. Ashtu ka bërë edhe Ismail Qemali. Nuk ka qenë e lehtë për Ismail Qemalin me ngrit një flamur që ndoshta 90% e njerëzve aty ka qenë islam dhe kanë pasur prirje fetar islame, po kjo ka ngritur një flamur që s'ka pas fare të bëjë me relikte të besimit islam.
ka anët pozitive, por më shumë ka anë negative për shkak se ne ka shkput për shtetërimit të cilin ne i takojmë këtë rast Evropës dhe Perëndimit. Unë falenderoj shumë Izet. Kënaqësi. Emisioni po përfundoj me ato që thot Pajkonica. Po mos kishim qenë musliman, do të ishim ma pak shqiptar si numër, por kulturalisht ma shqiptar. Me islam u bën ma shumë shqiptar si numër, por ma pak kulturalisht. Unë e pajtoj edhe e ndjeki gjithmonë këtë linjë të Pajkonicës. Ne shihemi javën tjetër, ju mos e ndërroni kanalin.